Të nderuara familje të dëshmorëve dhe martirëve, të nderuar veteran të ushtrisë ligjëtare, invalid të ushtrisë ligjëtare, përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, të nderuar komandant të stacionit policor në Lipjan, Arxhem Gashi, të nderuar përfaqësues të Bashkisë Islame në Lipjan, nderuar nënkryetari i komunës, kryesuesi i kuvendit, të nderuar ju të pranishëm. Prilli nuk është thjesht një muaj i zakonshëm kalendarik. Prilli për lipjanasit e për Kosovën është një plagë që nuk mbyllet kurrë. Është kujtim që dhembë, por edhe na jep forcë. Është amanet që në rëndon bisup, por që mbajmë me krenari. Në Slovi, në Ribar të vogël, në Hallaç, në fshatra tjera të komunës e në Kosovë, u kryen mizorit mëdha. U vran njerëz të pafajshëm, vetëm se ishin shqiptarë. Të moshuar, burra, gra e fëmijë, por për ne të shenjët përjetësisht. Sot kujtojmë sakrificën e tyre dhe kujtimi për ta nuk është ceremoni e thjeshtë, por është zotim. Zotim se nuk do t'i harrojmë kurrë. Zotim se nuk do të shkelum kurrë mbi gjakun e tyre. Gjaku i tyre është vetë liria jonë. Dhe kjo liri na detyron. Na detyron të jemi të ndershëm. Na detyron të mos mbyllim syt ndaj padrejtësive. Na detyron të punojmë për një Kosovë që e meriton amaneti i dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Kushdo që shkel dhe abuzon mbi gjakun e martirëve dëshmorëve, e ardhmja do t'i mallkojë. Sot, më shumë se kurrë, vendit tonë i duhet drejtim i mirë, i ndershëm, me duart pastra dhe me zemër për vendin e vetë. Na duhet punë, jo fjalë boshe. Na duhet drejtësi, jo akmarrje. Na duhet vizion, jo ndarje. Amaneti i dëshmorëve nuk ishte pushteti. Amaneti i tyre ishte shteti. Ishte barazia, ishte drejtësia, ishte dashuria për atë dhënë. Kjo dashuri nuk matet me flamujnë dorë vetëm një ditë në vit. As me kurora lulesh pranë shtatorëve, varrezave, lapidarëve, të dëshmorëve martirëve, por matet me përkushtimin e përgjithshëm e të përditshëm për Kosovën në institucione, me përgjegjësi në vendimarrje e në shërbim të qytetarëve, me ndershmëri e me respekt ndaj ligjit, me kujdes për më të dobtit dhe me luftë të pandalshme kundër padrejtësive. Sot në prill, në këtë muaj të dhembjes e të krenarizën nderimit, duhet themi hapur. E ardhmja e vendit nuk ndërtohet me inate, por me përkushtim. Nuk ndërtohet mbi interesat ngushta, por mbi vlerat të përbashkëta. Dhe sot është koha të mbështesmi vlerat, jo zhurmën, punën, jo propagandën, ndershmërinë, jo shfaqjen. Të dashur familjarë të martirëve, sado e madhe tjetë dhembja dhe plagat që mbani në zemër, ju familjarë të dëshmorëve martirëve, po aq duhet të ndihni krenar sepse më të dashurit tua janë në themelet e lirisë tonë, në themelet e shtetit dhe në vetë ekzistencën e popullit tonë. Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe martirëve të kombit.